kemi pas disa komuna të caktuara të kryetarëve që na i kemi monitoru. Jemi siguru që i monitorojmë komunat që kanë kandidate edhe gra, që pak a shumë e pa se si shkon gara kur ka edhe kandidate gra në një komunë. Do me thonë kemi angazhu 5 monitorues të rrjeteve sociale të cilët i kanë do komunat edhe kanë shku çdo ditë në Facebook, në Instagram, TikTok, në website ku operojnë këta kandidat edhe i kanë shiku postimet e tyre çdo ditë që i kanë bo gjatë fushatës zgjedhore. Dhe keni pas raporte javore dhe natyrshëm keni vrejt edhe të gjetura të cilat do të përmblidhen, po keni publikuar edhe raporte javore. Javore, po. Do më thonë çdo fund javë kemi publiku nga një infografik me të gjetura të asaj jave, pra raste të ndryshme, na në total i kemi gjetë 169 raste, prej të cilave janë raste të dezinformimit, më shumë të gjuhës të urrëties, të sulmeve të ndryshme bazuar në sulmeve fetare, sulmeve do më thonë janë parti politike njëra tjetërën dhe kandidat njëri tjetërën. Që është përdor nga vetë subjekte politike. Nga vetë kandidatet përdorët. Edhe do më thonë në total në fund të krejt këtu i kemi përjashtu komente. Do më thonë janë vetëm postime. 69 raste që na i kemi cilësu si shkelje apo si është rregullim të informatës, gjuhë të urrëties.